Protesta sot para parlamentit fillon gjithashtu për të krijuar një tribun parlamentare qytetare, mbasi narkoparlamenti ka mbyll çdo mundësi, çdo hapësirë dhe ka shkel çdo të drejtë kushtetuese për opozitën. Protesta para parlamentit, para kryeministrisë zhvillohet. Natyrisht me kërkesën e prerë dorëheqje e Ramës dhe Lubi Ballukut. Janë jo të pak qytetarë që mendojnë se kjo protestë duhet zhvillohej para Ministrisë së Ekonomisë Energjetikës, por jo, sepse nuk është autore kryesore Lubia, është masha e Edi Ramës në aferën e tunelit të Llogaras, në aferën e portit të Durrësit, në aferën e portit të Vlorës, në aferën e aeroportit të Vlorës. Pra, e vërteta, ajo ishte thjesht një instrument, një person që Edi Rama e ka përdorur për 25 vitesh për të gjitha vjedhjet e tij. Ajo ka përgjegjësi ligjore më të madhe se Mali Dajtit, por akoma më të madhe e ka Edi Rama dhe janë bashkautor në krime të shëmtuara në vjedhje të mëdha. Ndaj dhe unë ftoj qytetarët e Tiranës, por dhe të gjithë qytetarët e tjerë që dëshirojnë të paraqiten në këtë protestë, të nisim sezonin e vazhdueshëm të protestave të vazhdueshme, të shumë llojta, gjersa të realizojmë qëllimin ton, të japim mundësi shqiptarëve të votojnë qytetar të lirë. Faleminderit. Zoti Berisha, kam vetëm një pyetje. Ka demokratë të zhgënjur, të cilët kanë deklaruar se nuk do i bashkohen kësaj proteste, ndërsa mazhoranca socialiste ju akuzon se ju po e bëni këtë protestë për shkak të thirrjes tuaj në SPAK për çështjen e 21 janarit. Pyetja ime është, a është koincidencë që ju pasi thirreni për 21 janarin, mbani një protestë në bulevardin ku ka ndodhur 21 janari 14 vite më parë? Faleminderit. Shumë vulgare lidhja që bën. Ndje keq. Tani që unë kam deklaruar këtu para jush shumë herë që protesta dhe vetëm protesta. Këtu besoj se jemi dakord. Ju dhe e kam thënë, por se unë i them gjërat, nuk hezitoj t'i them. Nuk janë zhvilluar protestat, as analiza në parti, sepse është pritur raporti ndërkombëtar për zgjedhjet, për të cilin qeveria bëri çdo përpjekje për ta ndryshuar. Dështoj. Në qoftë se ju lexoni raportet në vite, ky është raporti i farsës së plot elektorale. Ky është raporti i farsës plot elektorale. Së dyti, ju jeni dëshmitarë se në 10 seanca në parlament, opozita është lejuar të debatojë vetëm në një seancë. Në një kohë kur ajo duhet kishte debatuar në çdo seancë dhe orë të tëra. Pra, Edi Rama, ka zgjedhur të mos lejojë debatin në parlament.
Një kryeministër që voton qeverinë e tij dhe programin 4 vjeçar për 28 minuta, nuk meriton kur as 20 minuta të qëndrojë kryeministër. Ai ka aq frikë dhe të merr nga krimet e tij dhe nga bëmat e tij, sa që nuk duron dot as një orë debat. Jo vetëm kaq, por janë dorëzuar një seri kërkesash për komisione hetimore parlamentare e drejt kushtetuese. Dhe që të gjitha janë hedhur poshtë. Absurditeti i Edi Ramës shkon në atë shkallë, sa që hidhet me vot poshtë e drejta kushtetuese, detyrimi kushtetues i interpelancës. S'ka ndodhur kur. Nuk ka ndodhur kur. Jo vetëm për Edi Ramën, ministrat e tij. Thirret për interpelancë ministri i Shtetësisë për krimin monstruoz të njerëzimit që është lënia pa ilaçe të smurve me procese neoplazike. Dhe narkoparlamenti voton kundër interpelancës. Pra, kemi të bëjmë me një konfiskim të plot të parlamentit. Atëherë, cila është zgjidhja? Parlamenti në shesh. Tani, vim tek ajo thirrja. Nuk mund të ketë asnjë lidhje. E kam thënë, e them, absolutisht për çdo gjë. Jo vetëm për atë, po për çdo gjë. Sa herë të thirrem, unë do shkoj. Qoftë gjykat, qoftë prokurori. Sepse ai është ligji jashtë të cilit sistemi nuk mund të funksionojë. Jashtë të cilit. Dhe unë nuk kam refuzuar kur ftesën për të paraqitur. Por, në rastin konkret, një radhë parë shtrop pyetjen tim. Pse nuk u thirr Sali Berisha 12 vite pasi iku nga pushteti? Kush e pengoi? Nga viti 2013, çështja është hetuar, nga 2013 a gjerë para 2 javësh. Pse nuk u thirr? Kush e pengoi? Cili institucion kontrollon të Sali Berisha? Ina Ramën apo Arta Markun? Asnjë. Nuk u thirra as dhe një herë të vetme. Dhe në rast se do thirresha, pa diskutim, që unë do paraqitesha. Pra, nuk u thirra se kishin frikë nga dëshmitë e mia. E tëra është kjo, nuk jam thirrur se kishin frikë nga dëshmitë e mia. Dhe prap kanë frikë. Çfarë ishte ajo? Ajo ishte protesta më e dhunshme në historinë e vendit. Komuniteti ndërkombëtar nëse kthehesh thotë, socialistët kishin në agjendë dhunën në këtë protestë. Dhe vetë kuptohet pse përdoret dhuna. Vetë kuptohet, po gjëja që është më evidente e protestë është dhuna. Atëherë, si nuk do shkoja unë? Unë nuk uftova, kaq. Po, prap dalë tek e para, unë i përgjigjem çdo thirrje sepse ligji e parashikon. Dhe jashtë atij ligji, ai sistem nuk funksionon dot. Nuk kam marrë kurrë në telefon. Prokuror t'i them, kush je ti
që i heqë zëvendës kryeministrit pasaporte apo bën këta bën atë. Kur? Ju qeverisime, zëvendës kryeministrit ka shkuar para prokurorit. Ministra kanë shkuar para prokurorit, kanë dhënë dorëheqje njëri prej tyre. Ka patur standard tjetër. Edhe ky standard, mendoj unë standardi civilizuar, është standardi demokratik, kurse mos dorëheqja është standardi korrupsionit. Dorëheqja nuk ka të bëjë as me fajësimin, as me mos fajësimin. Ka të bërë me një standard moral, që nuk mund të jesh në atë detyrë dhe të hetohesh nga një prokuror i thjesht, jo, hiq nga detyra, shko paraqitu para ti dhe të dalin konkluzione. Pra, kjo është e gjitha.